Ditët e fundit janë shoqëruar me rritje të numrit të turistëve të huaj në qytetin e Shkodrës, ku lagja muzeale Gjuhadol, katedralja dhe objekte të tjera të trashëgimisë kulturore historike janë ndër më të preferuarat për të vizituar nga ana e tyre. Turistët vijnë nga vende të ndryshme si Maqedonia e Veriut, Greqia, Italia, Kroacia, Polonia dhe shumë shtete të tjera. Në hartën e vizitave të tyre turistike në rajonin e Ballkanit, Shkodra zë një vend të rëndësishëm për të vazhduar në disa qytete të tjera, siç tregon edhe njëri nga udhëfyesit e turistëve. So we are coming from Ulcini, we pass to Albania, and we are coming to Shkodra for the visit Cathedral Mosque, and after that we go to Tirana. At Tirana, we visit many things, and after that we go from the Elbasan to Ohrid. Sipas qytetarëve të kësaj lagje, turistët e huaj vazhdojnë të shtohen çdo ditë dhe ndonjëherë mbërrin deri në 8 autobuza turistik brenda një dite. E rëndësishme është që në kuadër të rritjes së këtij fluksi të organizohet sa më mirë parkimi i autobusëve dhe mjeteve të tjera të transportit. Në këtë drejtim, një koordinim më i mirë mes policisë rrugore dhe asaj bashkiake është i domosdoshëm për menaxhimin e sistemit të automjeteve të turistëve.